Keni pothuajse 40 vjet që punoni në televizionin shtetëror. Gjatë gjithë këtyre viteve, cili ka qenë objektivi juaj kryesor në krijimtarinë tuaj artistike? Është e vërtetë ajo që thatë juve, si vetë mbushen 40 vjet që unë punoj në televizionin kombëtar shqiptar, dhe sigurisht 40 vjet me zori numëron, jo të numërosh punë që bën çdo njeri, bën punë të mira, bën punë të këqija, jo çdo gjë shkon vaj siç dihet. Por gjithmonë jam udhëhequr nga parimi që programet e mia, qofshin ato të letat, si të themi bisedat apo spektaklet jo shumë të gjera, e deri tek filmat dokumentar dhe ato artistik që janë vërtet gjini të vështira të televizionit, gjithmonë jam udhëhequr nga parimi që të shërben njerëzve, që do të thotë të jenë filma dhe dokumentar të tillë, të cilët njerëzit ndjekin me kënaqësi dhe mësojnë diçka prej tyre. Është vërtet një kohë e gjatë, gati gjysmë shekulli, thuash, edhe gjatë gjithë këtyre viteve ju keni lëvruar të gjitha gjinit e televizionit, do thënë, që nga emisioni më i thjesht deri tek emisioni më i ndërlikuar, që nga filmi dokumentar deri tek filmi artistik, madje këtë keni lëvruar edhe serial, në spektakle të gjitha. Kohët e fundit ju jeni përqendruar në realizimin e gjinisë, së filmit, serial, apo si quhen ndryshe telenovelat. Çfarë ju shtyu që të përqendroheni në këtë zhanër televiziv? Për ta thënë shkurt dhe qartë, më shtyu telenovela latinoamerikane, por në kuptimin e keq të fjalës. Sepse ato kanë vërshuar në ekranet e televizioneve shqiptare, jo vetëm të televizionit tonë, por veçanërisht të televizioneve private, të cilët janë me bollëk sot në Shqipëri. Dhe sigurisht hallet dhe problemet dhe dhëmkat e personazheve të këtyre telenovelave nuk kanë të bëjnë fare me problemet dhe hallet që ka Shqipëria sot. Nuk më ka pëlqyer asnjëherë kjo rendje pas këtyre prodhimeve të vendeve shumë larg nesh, si në gjeografi, ashtu edhe në problematik. Kështu që mendova se do ishte më e përshtatshme që njerëzit tanë të shikonin hallet e tyre të përditshme, problemet e tyre nëpërmjet ngritjes në art, sepse në fakt edhe nëpërmjet lajmeve, nëpërmjet rubrikave informative ata shikojnë të përditshmen e tyre në ekran, por ajo është e thatë, është informative. Në rastin tonë tani jetën e tyre sjellin në ekran aktorë të mirë, aktorë me potencë, që krijojnë emocione tek njerëzit dhe njerëzit bëhen më të ndërgjegjshëm për atë që jetojnë sot. Ylli Pepo, regjisor, jeni mjaft i njohur në fushën e gjinisë televizive, por edhe të kinematografisë shqiptare në përgjithësi. Jeni regjisori i parë i telenovelës shqiptare. Çfarë kujtoni për këtë telenovelë? Kur e keni xhiruar? Telenovela e parë shqiptare është xhiruar rreth 8 vjet më parë. Tani ka kaluar një kohë jo e pakët, por kujtoj me shumë respekt punën fillestare që bëm me shkrimtarin e njohur Rushdi Pulaha, me drejtorin e fotografisë Astrid Omeri, me mjeshtrin e montazhit Anton Beqari dhe operatorin e zërit Kristaq Kristo, për të ngritur një godinë e pa ngritur deri atëherë në Shqipëri. Po e quaj godinë sepse vërtet të gjitha elementet, të gjitha pjesët për të bërë një telenovelë janë ato që të një ndërtese. Duhet, si thua, të ngresh një staf aktorësh të mirë, të cilët e pëlqejnë, duhet të kesh një skenar të mirë, që të jetë tërheqës, por që të jetë edhe intrigues për spektatorin. Dhe besoj se ja arritëm qëllimit me ato pak mundësi dhe me ato pak mjetet që kishim në atë kohë. Them se ajo e bëri atë punën e saj, por për fat keq mendoj se duhet ta ndiqnin të tjera nga kolegët e mi apo nga televizionet të tjera konkurrues me televizionin ton. Nuk ndodhi kjo, me sa duket në Shqipëri nuk është e mundur të gjenden fonde të mjaftueshme për filma të kësaj natyre që të gjithë i duan. Por me sa duket ata që paguajnë duan shumë sfilatat e vajzave dhe koncertet e leta që bëhen në sallat më dhaja, sesa një film serioz dhe të shëndosh që i reziston kohës dhe që është një pasqyrë e kohës kur është xhiruar. Pse zgjodhët pikërisht gjininë e telenovelës për të trajtuar? Çfarë e shqetëson dhe shpirtin tuaj si artist që u morët me këtë zhanër?
Gjithmonë kam qenë i bindur se ky zhanër është më afër shikuesve. Yn më thellë në shpirt atyre, i emocionon, por njëkohësisht dhe i mëson, i frymëzon për të ardhmen, i bën që të jetojnë ditën dhe të presin mbrëmjen për të parë fatet e njerëzve që janë si ata, fatet e familjarëve dhe familjeve që janë si familja e tyre. Domethënë, si më thënë, nëpërmjet artit, në shpirtin e secilit nga ne yn një pjesë e jetës tonë. Domethënë këto janë problematikat që ju shqetësojnë ju. Sigurisht, baza fare është problemet, janë problematikat. Nuk kam bërë dhe nuk shpresoj se do bëj ndonjëherë programe të cilat interesojnë një rrethit të ngushtë njerëzish ose nuk u interesojnë fare dhe janë thjesht për të mbushur ekranin për disa orë, por që nuk sjellin asnjë mesazh. Nga biseda paraprake që bëm para se të fillonim intervistën, më thatë që sot keni xhirime. A mund ta prezantoni, ju lutem, filmin tuaj më të fundit, edhe ky telenovel është? Edhe ky është i të njëjtit zhanër, një film serial i gjatë me 10 seri, secila seri është nga 1 orë. Transmetimi i fillon në ekranin e televizionit shqiptar më 25 tetor, ditën e shtunë në orën 21. Ndërkohë janë dhënë spotet lajmërues për fillimin e këtij filmi. Ne po xhirojmë disa skena të fundit të filmit që është në përfundim të plot. Filmi titullohet Dhimbja e dashurisë, është me skenar të Bashkim Kozelit dhe me ekipin për të cilin fola më parë. Ka një sër aktorësh të njohur shqiptar siç është Kastriot Çaushi, Marko Bitraku, Anila Bisha, Airie Rondo, një aktore e vjetër me shumë përvojë, por edhe një sër aktoresh dhe aktorësh të rinj që për herë të parë dalin në ekran, por që mendoj se do të jenë një surprizë për filmin. Filmi bën fjalë për jetën e një grue të re të shkëputur nga internimi ku atë kishin çuar dhe rihyrja e saj përsëri në jetë pas këthimit nga provinca, duke kërkuar një djalë të humbur të saj. Dhe këtu pasaj ngërthehen, ngatrohen, ngërshetohen të gjitha problemet e tjera tona, siç janë korrupsioni, siç janë droga, siç është prostitucioni, trafikimi, të gjitha këto në një serial të gjatë prej 10 serish, ku secili ndjek fatin e tij derisa në fund ka një zgjidhje të cilën nuk më vjen mirë ta them që tani sepse ikën interesi për filmin. Dhe së fundi, me që kjo intervistë është ekskluzive për shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Kanada, cili është mesazhi juaj për ta? Më vjen shumë mirë që intervistohem dhe flas për shikuesit tanë në Kanada, sepse ne aty kemi shumë miq, shok dhe kolegë tanë që kanë punuar me ne dhe sot jetojnë dhe punojnë aty. Dhe i përshëndes nga ekrani me kënaqësi të madhe, duke i uruar që dhe ata të kenë mbarësi, shpesh të vinë të takohemi, dhe gjithashtu përshëndes edhe iniciativën e mirë dhe të suksesshme të atyre që kanë krijuar pasqyrën shqiptare, që e mbajnë atë dhe që i mbajnë në kontakt shqiptarët nëpërmjet gjuhës së tyre të shtrenjtë çdo të diel në programin e tyre.